Diterena fak e vjetër, kështu mund të thuhet me sjellje tendencioze të Albin Kurtit ndaj gazetarëve. Atëherë, kur nuk i konvenon të flas, u kalon para syve si të mos ekzistonin fare, madje nuk merr mundin as t'i përshëndes. Sjelljet e ashpra ndaj gazetarëve kanë treguar edhe mbrojtja e tij e afërt, jo të pakta janë situatat kur ata për të mbrojtur Kurtin kanë shtyer gazetarët. Njëra prej tyre ndodhi sot. Për ironi, në ditën kur u zbulua raporti në cilin Kosova në lirinë e shtypit ka shënuar rënien më të madhe në 15 vitet e fundit. Të njëjtën eksperiencë pati edhe gazetarja Blerta Dalloshi gjatë kohës sa ajo po kryente punën e saj u shtye me forcë nga mbrojtja e afërt e Kurtit. E po ashtu edhe gazetarit Kosov Gjoci ishte rrëzuar pajisja punës me cilën po raportonte. Ngjarja ishte pothuajse e njëjtë, Kurti vrapante, mbrojtja e rrethante. Kujtojmë se në raportin e publikuar sot me 2 maj në prag të ditës botërore të lirisë së shtypit, Kosova renditet në vendin e 99 nga gjithsej 180 shtete, duke regjistruar rënien më të thellë në rajon. Ky është viti i dytë radhazi që vendi shënon regres pas rënjes nga vendi 56 në 75 në vitin 2024. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës thekson se raporti i reporterëve pa kufi vën e pa. Sulmet e vazhdueshme politike ndaj gazetarëve, të cilët etiketohen padrejtisht si bashkëpunëtorë të armikut, politizimi i komisionit të pavarur për media, bojkotin e mediave private nga qeveria para zgjedhjeve të vitit 2025, presionin ndaj transmetuesit publik RTK, sulmet verbale dhe dezinformimin ndaj gazetarëve në rrjetet sociale, shtimi pa dive SLAP.